Edhe këtu është njëjtë me strategji. Kum lexu shumë komente, Edona Itak është këngëtare, e kemi që 40 vjet, ndoshta në skenën muzikore, përgjithësi njerëz të adhurojnë për punën që ajo e bën, po në fakt ka qenë edhe në qëtë aspekt menaxhim i mirë për arsye se. Brenda VV-s, në për deklarata publike, po thonë që nuk duhet me u kushtu këngë personave që janë të gjallë. Në këtë rast, kryeministrin të tyra Albin Kurti. Kanë këndu edhe shumë personalitete edhe ma herët. Nuk është vetë sot që Edona Llallosha ka kënu për Albin Kurtin. Në fakt, kjo ka qenë edhe unë që konsideroj që është çështje strategjike, për arsye se hiq më larg se dje dhe sot, kum lexu mesazhe, komente të njerëzve të cilët e kanë kritikuar ndoshta Edonën për këngën që ja ka këndu Albin Kurtit, po në fakt ai ka pasur hond të madhe në vendin tonë. Kështu që disa detaje shumë të rëndësishme, çaj ples, pse është vendos, pse midis Zyrihut. Ai nuk e ka këndu këngën në Paris, e ka këndu në Zyrih. Ajo ka po ma shumë fushat për vete, aty, edhe me ato i ka marrë zemrat, Po çaj është partisë të vetë në qatë formë. E analizës dhe qati planifikimi, se tek e fundit Edona Llallosha e ka një bagazh kogja të madh, e ka një menaxhment kogja të madh, që funksionon që në formën qysh ajo do të me depërtu, se tek e fundit asaj pëlqen, do shta karierën muzikore me lanë, ona është me vazhdu me muzikë. Po mendoj me politikë, po. Tash, Zyrihu, aty nuk ka qenë me naj konkurs ose me naj festival dhe me dhëtë nivellit lartë, aty ka qenë një tubim parazgjedhor që ajo nuk e ka gajle që është del interpretimi i saj në aspekt profesional si këngëtare. Aty ma shumë ka dashur mi marrë votat e partisë saj që ka qenë. Ajo ka kap momentin. Që kjo është